Ndërkohë, sheshi Skënderbeu këtu në kryeqytet është sonte një koncerti nga Filharmonia e Kosovës. Aty do të festohet 250 vjetori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa për më shumë detaje sigurisht do të na njoftoj vetë gazetarja Endrita Bajrami. Endrita, mirëmbrëma, përshëndetje. A ka nisur ende performanca? Instrumentet janë gati, po ashtu edhe skena, disa nga qytetarët tashmë i kanë zënë vendet e tyre, ka të tjerë që aktualisht edhe po jam synë sheshit Skënderbeu, ku për pak qaste pritet edhe që të filloj koncerti Amerikana, i cili është organizuar nga Filharmonia e Kosovës në nder të 250 vjetorit të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky koncert në fakt, ashtu siç na është bërë me dije, është organizuar edhe në koordinim me ambasadën e SBA-ve këtu në Kosovë. Në fakt, pikërisht me që i njëjti është organizuar edhe për pavarësinë e SBA-ve, krejt programi është përgatitur dhe është frymëzuar themi asisoj në muzikën amerikane, ndaj para të pranishmëve këtu pritet edhe që të dëgjohen veprat e kompozitorëve të njohur amerikan. Ne kemi zhvilluar në fakt edhe një intervistë me ushtruesin e detyrës së drejtorit të Filharmonisë së Kosovës, zoti Dardan Selimaj, e njëjti na ka theksuar se pikërisht edhe ky koncert shënon themi ashtu edhe mbylljen e sezonit artistik 2025-2026, pasi në fakt Filharmonia nga sonte është në pushimin veror dhe do të rikthehet në shtator. Kjo ka qenë e paraparë që të mbahet një natë më parë, pra ka qenë e paraparë që të mbahet mbrëmjen e së mërkurës, megjithatë për shkak të rreshjeve të shiut e po ashtu paralajmërimeve për stuhi, Filharmonia është detyruar që të njëjtin ta zhvendosë pikërisht sonte. Ne kemi pyetur edhe ushtruesin e detyrës së drejtorit nëse kanë pasur konfirmime që këtu do të marrin pjesë edhe dikush nga aktorët politik. Ai na ka theksuar se pikërisht për dje, pra mbrëm, ka pasur konfirmime se do të marrin pjesë të gjithë aktorët politik, por që sonte presin që të shohin nëse të njëjtit do të marrin pjesë, pasi kanë theksuar që janë të angazhuar me angazhimet e tjera. Kaq për këtë linjë të drejtë për drejtë, por që sigurisht që një kronikë me detaje do ta sjellim për edicionin special. Endrita, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për